Bizneset marrin kredi kryesisht për të realizuar investime afatgjata. Sipas një vërtetimi të Bankës së Shqipërisë, janë rritur bizneset që aplikojnë për kredi me qëllim realizimin e një investimi afatgjat, ndërsa janë ulur në 30% ato për të përballuar shpenzimet afatshkurtra operative të aktivitetit. Rreth 7% e ndërmarrjeve deklarojnë se kanë marrë huan për më shumë se një qëllim, ku dominon kombinimi të dy qëllimeve të mësipërme, si dhe kombinimi për përballimin e shpenzimeve afatshkurtra dhe shlyerjen një huaje më të vjetër, dhe kjo peshë ka qenë rënje në të tre grupet e ndërmarrjeve. Për shumicën e bizneseve, huaja zër 20% të ardhurave të tyre. Për ta paguar atë, bizneset janë përpjekur që të ulin shpenzimet e tjera. Vetëm pak prej tyre kanë rritur çmimet e produkteve për të mbuluar kostot e kredisë, ndërsa vetëm 9% kanë përdorur rezervat. Po ashtu edhe raporti hua kapital rezulton të ketë rënë. Gati 81% e ndërmarrjeve raportojnë se vlera totale huas rezulton afërsisht sa gjysma e kapitalit të ndërmarrjes. Rreth 73% deri në 74% e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe atyre të mëdha deklarojnë se huaja e marrë është e kolateralizuar vetëm me pasuri të paluajtshme, ndërsa pjesa tjetër e bizneseve kanë përdorur forma të tjera kolateralizimi. Ndërmarrjet e mbetura pohojnë se huaja e marrë është e pakolateralizuar. Po përsa i përket burimeve të huas, në total, burimet formale të huamarrjes nga banka dhe institucione financiare jo banka janë përdorur nga 89% e ndërmarrjeve huamarrëse, duke shënuar rënje në krahasim me vitin e kaluar. Të marrësh një hua në bankë nuk konsiderohet proces aq i vështirë si më parë nga bizneset. Paqartësia e kërkesave të bankës dhe procedurat burokratike, kostoja e lartë financiare për të plotësuar kërkesat e bankës nuk janë probleme aq të rëndësishme për të përfituar një kredi, krahasuar me vitin 2024. Indeksi i vështirësisë së procesit të huamarrjes nga bankat në gjysmën e parë të këtij viti ka rënë në 0.34 për totalin e bizneseve.